Kishin shkuar për t'u argëtuar, por ajo festë u kthye në një varr të madh. Ishte ora 3 mëngjesit në një diskotekë të quajtur Puls, në qytetin e Koçanit. Ishin mbledhur shumë njerëz, shumë prej tyre të rinj, e disa edhe të mitur, po kërcenin e këndonin me performancën dhe këngët e grupit ADN. Në atë moment, një zjarr që nisi nga pjesa e sipërme e diskotekës u shpërnda me një shpejtësi aq të madhe sa shumë njerëz e pësuan në vend nga flakët. Ndërsa kësaj fatkeqësie i ndihmoi edhe fakti që ajo diskotekë kishte vetëm një derë dhe e njëjta ishte e mbyllur. Nuk kishte derë të dytë apo emergjente, nuk kishte asnjë mjet kundër zjarrit. Pjesa e sipërme e objektit ishte ndërtuar me materiale që digjeshin shpejt e lëshonin erë të rënd, e që shkatërroi organet e frymarrjes së shumë personave. Në aheng ishin ndezur edhe mjete piroteknike, e objekti nga pamja jashtme jepte një përshtypje të një vendi të praktisur që nuk përdoret për gjë, e jo më për diskotekë. Të gjitha këto faktorë ndikuan në shënimin e një tragjedie të paharrueshme për atë qytet, por jo vetëm. Të vdekur mbetën 59 persona, ndërsa më vonë gjatë kurimit të tyre jashtë vendit, vdekjes u dorëzuan edhe 2 persona tjerë. U lënduan rreth 200, qindra pacient u dërguan për mjekim jashtë vendit, ndërsa në spitalet e vendit mbetën një pjesë e vogël e atyre, të cilët ishin të lënduar më lehtë. Policia po vazhdon arrestimin e personave përgjegjës për këtë tragjedi, por ende nuk dihet fajtori kryesor, një diskotekë e cila ishte lejuar të punojë për vite me radhë pa licencë përkatëse, pa kushtet qoftë edhe minimale, në të cilën lejoheshin edhe persona të mitur, sfidoi institucionet deri në thelb. Prokuroria gjatë gjithë kohës thotë se po punon për rastin. Në anën tjetër, qytetarët kërkojnë llogari të shpejtë për atë që ndodhi, përmes disa protestave që janë organizuar disa herë në Koçan dhe Shkup. Deri tani janë arrestuar 60 persona fizik dhe 3 persona juridik, përfshirë pronarin e diskotekës, kryetarët aktual dhe ish-kryetarët e komunës së Koçanit, ish-ministrat e ekonomisë, ish-drejtorët e inspektoratit shtetëror të tregut, si dhe zyrtar policor. Janë bërë një numër i madh kontrollesh, janë marrë në pyetje dëshmitarët dhe janë mbledhur mbi 1000 prova materiale. Një ditë më parë, me urdhër të prokurorit, ka filluar ndalimi i 7 policëve të tjerë. Ndërsa nuk përjashtohet mundësia që më shumë persona të mbahen në paraburgim deri në përfundimin e hetimeve. Ndërkohë, partitë opozitare po akuzojnë se hetimi nuk po bëhet në formë të plotë, por në mënyrë selektive, duke u tentuar të shpëtojnë funksionarët e vëmëros.